Harrojini farmacit. Kosi, sekreti që trajton këto 9 sëmundje. Kosi është një nga ushqimet që kurrë nuk duhet të mungojnë në regjimin tuaj ushqimor. Shumë anvisa e përdorin atë si një përzgjedhje shumë të mirë ushqyese në luftën kundër një sër komplikacionesh, madje edhe si një ushqim të shpejtë dhe të shijshëm për të konsumuar edhe në mbrëmje. Kosi është një nga produktet më të mira, si për të rriturit, ashtu edhe për të vegjëlit, dhe përfitimet që do të merrni prej tij do të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dhe lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme. Një tas me kozë çdo ditë është një mënyrë shumë e mirë ushqyese edhe për të lehtësuar problemet e ndryshme trupore. Ai prodhohet nga fermentimi i qumshtit dhe është i pasur me nivele shumë të mira të proteinës, kalciumit, të vitaminës B6, të vitaminës B12, gjithashtu edhe mineraleve të tjera trupore, të cilat do të luajnë një rol fantastik në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Shtimi i kosit në përditshmërinë tuaj mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese. Nëse doni të përfitoni në maksimum nga vlerat e tij, sigurohuni të konsumoni kosin e përgatitur vetë, pasi vetëm në këtë mënyrë përfitimet e tij në shëndet do të jenë të plota dhe gjithashtu më të fuqishme. Sipas ekspertëve të Healthline, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni pas konsumit të kosit në regjimet tuaja ditore ushqimore. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar edhe për shëndetin tuaj të stomakut. Kulturat e gjalla të kosit janë efikase kundër konstipacionit, diares, inflamacionit të zorëve, problemeve të zorës së trashë e të tjera. Këto probiotik që gjenden te kosi do të forcojnë imunitetin, do të mbrojnë stomakun nga infeksionet. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe në betejën kundër problemeve të osteoporozës. Brishtësia e kockave vjen si pasojë e ndryshimeve hormonale dhe mungesës së vitaminës D dhe të kalciumit, shumë të rëndësishme këto në aspektet tuaja ditore edhe kundër komplikacioneve. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë për të konsumuar në të gjitha vaktet tuaja ditore. Ai është një aleat i çmuar i shëndetit dhe si i tillë duhet të përdoret me kujdes në të mirë të organizmit. Ekspertët e cilësojnë kosin si një përzgjedhje fantastike edhe për tensionin e lartë të gjakut. Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësinë të rregullojnë kështu tensionin e gjakut. Me sa duket, produktet me bazë yndyrore do të ulin në riskun e këtyre komplikacioneve me të paktën 50%, ku kosi është përzgjedhja më e mirë ushqyese në dobi të shëndetit, gjithashtu edhe lehtësimin e problemeve të tilla. Kosi është një mundësi shumë e mirë edhe kundër problemeve siç mund të jenë për shembull tensioni i lartë i gjakut dhe pesha e tepërt trupore. Kosi është ideal për të kufizuar kaloritë e tepërta. Ai do të shuajë urinë dhe nepsin për ushqime të ëmbla gjatë gjithë ditës. Pasi përthithet, kalciumi që merret nga kosi do të ndihmojë dukshëm në përmirësimin e qelizave tuaja të gjakut dhe ndihmën kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj përdoreni atë me kujdes në përditshmërinë tuaj dhe rezultatet që do të merrni në këto situata do të jenë mbreslënse. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë kundër problemeve të skuqjes së lëkurës. Ky ushqim është ideal për njerëzit të cilët kanë edhe një lëkurë të kuqe, sidomos për të voglin tuaj. Ai mund të përdoret për të trajtuar skuqjen në lëkurë të shkaktuara kryesisht nga pelenat. Kosi është i pasur me vitamina dhe minerale të rëndësishme, shumë efektive këto për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e problemeve. Kosi përmban fosfor, kalium, jod, zink, vitaminën B5, gjithashtu vitaminën B12. Kjo e fundit është shumë e rëndësishme edhe për ndërtimin e rruazave të kuqe të gjakut dhe lehtësimin e inflamacioneve të organizmit. Ndaj, nëse doni të përfitoni në maksimum nga vlerat e kosit, sigurohuni ta keni atë pjesë të dietës suaj. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe kundër problemeve të ftohjes. Kur imuniteti është i fortë, do të mund të mposhtni viruse dhe bakteri të ndryshme. Konsumi të paktën 150 deri në 200 gram kosër çdo ditë mund të jetë një nga përzgjedhjet shumë të mira ushqyese për të rinisur ditën dhe për të evituar kështu komplikacionet e saj. Prandaj, shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të imunitetit. Kosi do ta bëjë që të keni një lëkurë më të shëndetshme.
Kosi është shumë i mirë në recetat e bukurisë për femrat dhe si i tillë mund të ndikojë shumë në aspektet tuaja shëndetësore dhe të lehtësojë komplikacionet e tyre. Përdorimet të tilla të kosit do të jenë gjithashtu një mburojë e veçantë ushqyese për shëndetin tuaj, duke lehtësuar komplikacionet dhe duke nxitur një organizëm më të shëndetshëm, më të mbrojtur dhe më pak inflamacione gjatë ditës. Edhe shëndeti juaj i flokëve do të përfitojë nga vlerat e shtimit të kosit në menunën tuaj ditore. Kosi është shumë i dobishëm kundër flokut të thatë dhe flokut të hollë. Ai forcon gjithashtu çdo fije floku dhe pastron skalpin e kokës nga zbogthi. Sigurisht që duhet të jetë kosi i përgatitur vetë në kushte shtëpie, në mënyrë që përfitimet e tij në organizëm të jenë më të forta dhe gjithashtu më të vlefshme në dobi të shëndetit tuaj. Siguroni që kosin që konsumoni ta keni të përgatitur vetë, në mënyrë që përfitimet në organizëm të jenë më të mëdha dhe gjithashtu të mos bezdiseni nga shija e tij. Kosi është një nga produktet që përdoren në të gjithë botën dhe mund të konsumohet ashtu siç është ose edhe në forma nga më të ndryshmet. Ky produkt është shumë ushqyes dhe prodhohet gjithashtu nga fermentimi natyral i qumshtit. Ndikon pozitivisht në mbrojtjen e organizmit dhe lehtëson komplikacionet e tij. Siguroni që kosin që konsumoni në dietën tuaj ta keni sa më natyral dhe mundësisht të përgatitur vetë në kushte shtëpie. Në këtë mënyrë rezultatet që do të merrni do të jenë mbreslënse për shëndetin dhe një mburojë shumë e mirë në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Shtimi i kosit në dietën tuaj do të ndihmojë dukshëm në uljen e niveleve të hipertensionit. Studimet kanë treguar se kosi në dietën tuaj do ju ndihmojë në uljen e riskut të problemeve të hipertensionit dhe do ju ndihmojë që të keni një mburojë më të mirë për organizmin. Prandaj përdoreni këtë të fundit si një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese me dobi të larta për shëndetin dhe lehtësimin e inflamacioneve. Kosi mund të ndihmojë në parandalimin e problemeve kronike dhe të ndihmojë të keni një sistem imunitar më të shëndetshëm dhe më pak komplikacione të tij. Ekspertët e cilësojnë kosin si një ndihmë shumë të mirë ushqyese edhe kundër kilogramëve të tepërt. Sipas një studimi të ri për të përshpejtuar humbjen e peshës dhe procesin e djegjes së dhjamit, ju duhet të shtoni kosin me patjetër në vaktet tuaja. Kosi përmban gjithashtu nivele të larta të proteinave që ju bëjnë të ndjeni më të ngopur për më gjatë dhe zvogëloni dëshirën për të ngrënë ushqime jo të shëndetshme. Kalciumi që gjendet e kosit do të rrisë procesin e djegjes së yndyrnave, duke ju ndihmuar të zvogëloni kështu edhe tendencën për të ngrënë ushqime jo të shëndetshme. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet edhe në një shkallë metabolike më të mirë për organizmin. Ata që konsumojnë kos rregullisht në dietat e tyre patën rreth 80% përmirësim të yndyrës në stomakun e tyre dhe një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët shtojnë se të mirat që vijnë nga kosi për organizmin tuaj do të jenë një mburojë e veçantë ushqyese edhe për shëndetin tuaj të lëkurës. Gjithkush dëshiron të ketë një lëkurë të përsosur dhe gjithashtu shumë rrezatuese, dhe ju mund të përfitoni në këto raste edhe nga vlerat e kosit. Si një nga përzgjedhjet më të mira për të nxitur që të keni një lëkurë më të shëndetshme dhe më pak inflamacione të saj. Acidi laktik që gjendet të kosit do ju ndihmojë në heqjen e qelizave të vdekura të lëkurës dhe përmirësimin e dukjes së saj më të shëndetshme. Ndaj, rastet të tilla të kosit mund të jenë gjithashtu një ndikim pozitiv në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i kosit në përditshmërinë e dietave tuaja do të ndikojë dukshëm në mbrojtjen e një organizmi më të mirë dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kosi është një përzgjedhje unike me përfitime të larta për ushqimin që mund t'i ofrojë shëndetit tuaj. Ndaj përfitoni nga rasti dhe shtojeni atë në dietat tuaja, duke ditur kështu edhe rëndësinë e madhe ushqyese që do të ofrojë. Kosi mund të konsumohet në format e tij natyrale dhe nga më të ndryshmet. Fal nivelit të proteinës që ka mund të kthehet gjithashtu në një element të mirë ushqyes për çdo aktivitet tuaj fizik. Ndaj përfitoni nga rasti dhe shtoni kosin e freskët natyral në dietën tuaj, duke ditur kështu edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ato kanë në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vëmendje,
Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.